Mbërritja e turistëve me motocikleta në Gjirokastër është një prej veçantive të këtyre ditëve pranvere. Vizitorët kryesisht të huaj preferojnë që udhëtimi në drejtim të qytetit të Gurtë ta kryejnë me dy rrotësh, duke i shtuar kështu edhe kënaqësinë e sportit të motociklizmit. Të preferuara janë itineraret sportive, përgjatë kaldrëmave karakteristike në rrugët malore apo pika turistike e të tjerë. Sonja është pjesë e një grupi prej 9 motociklistësh nga Franca, të cilët po vizitojnë Shqipërinë dhe Gjirokastrën. Është një vend i mrekullueshëm. Vizituam Kalan, një monument shumë i bukur, me një pamje mbreslënse. Për fat, sot qenë ka mot me diell e po shijojmë shumë vizitën këtu. Për një grup motoristësh nga Italia, të cilët po përshkojnë me dy rrotësh qytete të ndryshme, Shqipëria dhe Gjirokastra kanë ofruar një kënaqësi të veçantë. Ata shprehen me bindje se do të rikthehen sërish në verë. Bellissimo, abbiamo visitato il castello. Mendoj se është një vend i bukur. Këto ditë po udhëtojmë nëpër Shqipëri. Kemi qenë në Vlorë, Sarandë, qytete të mrekullueshme. Tashmë turizmi i aventurës me ture dhe itineraret interesant që ofron Gjirokastra tërheq një numër në rritje të turistëve të huaj.